Gjithashtu shumë e rëndësishme edhe kështu në kontekstin politik pak ma të gjerë, kështu të mendimit edhe veprimit politik, që lëvizjen vetëvendosi me mbrojt larg Prishtinës edhe Mitrovicës, veç shkaku i propagandës që e përdorin pastaj për me i fitu në mënyrë të një pas njëshme edhe zgjedhjet nacionale duke navigu me qëtë propagandën që mundën me ja sjell këto komuna. Përveç kësaj, patën peci sipas meje, është si me thonë lloji politikanit që unë nuk kisha dashur me pa në skenën politike të Kosovës, pra një farë megalomani, një farë mendjemalli që... Tek shëmbas që të në mesin tonë të këshkallzuaj me njëherë sa vota i ka marrë, edhe ta këshkallzuaj një rrahë gjoks kështu... Sidomos me qatë arogancën e vetë, adhen të numrit të votave. A Mitrovica lidh në fakt janë kënë ndryshe, me qatë sa nuk më njoh Mitrovic, jenë shumë njerëz turp, shumë, nuk e di qysh mundën me u identifiku me ta dhe që ka marrë kaq shumë vota, ku një farë megalomani, një farë grindaveci kështu, edhe po du më bëllë kryetari Mitrovicës, ky Arjan Tahiri i Partisë Demokratike të Kosovës, më ka tregu edhe një shok jemi që ka studiu me të që edhe në studime ka qenë djali i urtë, djali i mirë, po vrehet që është djali për toke, po vrehet që i nje problemet e komunës, është figurë me perspektivë për politikë, unë nuk e di pse një Mitrovicas mundet me favorizu Faton Pesin ta zonë para Arjan Tahirit. Sa i përket këtë në Mitrovic, me menzi jam të prit dilën, me po që shka me konë rezultati, do në zemër me kështë, me plot knatësi, kisha prit me fitu Arjan Tahiri, veç që kam rri që shme thonë me na befasu krejtve kështë për të mirë, e para, e dyta është që kur jem të qëto politikat lokale, na e kemi vrejt gjatë një seri e debatesh që janë zhvillu mes kandidatëve, e kemi vrejt që Faton Peci, si me thonë, lidhje me politikat lokale s'kesh. A ka pas munges teorive për projekte caktume në Mitrovic, a qka u gom puna nuk e di, po u vrejt këtë më thonë me performancë tepër dëbd në aspektin lokal, pra. Te Arjani, që ka me konë interesant, te Arjan Tahiri, është shumë interesant nëse del me një rezultat që shpoflitet, shumë të mirë, edhe që dorë sa për neve dhe e meritën, po, ka me konë interesant sepse kjo ka me tregu shumë edhe për Bedri Hamzen, pra që ka arrit një nën kryetar, në rast shumë i rallë kështu në Kosovë, që ka arrit me, si me thonë, me kriju një figurë të tillë, e cila e sfidon... Që është shumë e mirë në kontekstin kështu partijak, për me lon një figurë e cila... shumë edhe për Bedri Hamzen. Po, si menaxher. Edhe që mundet me dhonë mësim edhe komuna tjera që mundi me, si me thonë, me kriju figura me cilët punoni bashk, për 4 vjeta, për 8 vjeta, edhe s'do me thonë gjithmonë jo me qëndrunat karik, po mundet me zëvendësu kolegu i cili është nën kryetar. Adin kjo flet edhe, si me thonë, për personalitetin e tij, si njeri, si politikan, që punon me ekip. Kështu që kjo sa i përket Mitrovicës. Veçanë që këtu janë shumë ngusht lëvizjeve të vendosur me PD-n, edhe kështu psikologjikisht të qytetarët ka me ndiku shumë se cili ka me dal i parë në rundin e parë. Se me gjas, situata është shumë e ngushtë. Ose ka me qenë Faton Peci 2-3% përpara, ose Arjan Tahiri 1-2-3% përpara. Por ka me qenë psikologjikisht të qytetarët rundi parë shumë i rëndësishëm, me po cili po del përpara edhe cili potencialisht ka me qenë kryetari i Mitrovicës. Pra në mënyrë që përgjigjen për Mitrovicën gati se mujna me pas me 12 tetor, pra para balotazhit.